Julian, përshëndetje. Pam për herë të parë emrin tuaj në listë dhe sigurisht që ftesa në kombëtar është pa diskutim diçka e madhe për karrierën e një futbollisti. Na trego diçka më tepër për emocionet e para se u ndjeve kur të kontaktuan dhe si e pret këtë eksperiencë të re në ekipin kombëtar. Përshëndetje, të them drejtën, për mua është një ëndër e bome realitet. Jam shumë krenar që jam përzgjedhur të përfaqësoj kombëtaren dhe është një nga ndjesitë më të bukura në botë, po them. Dhe shpresoj që ta përfaqësoj denjësisht dhe t'jap maksimumin tim për të bëu më të mirën për kombëtaren dhe për të dhënë sa më shumë konkurrencë për ekipin, sepse siç dihet konkurrenca i bën mirë ekipit dhe shpresoj që të marrim rezultate sa më pozitive këto dy ndeshje. Jan, na trego pak më shumë, si ishte ai momenti kur u kontaktuat, u takuat nga afër me Silvinion dhe stafin teknik apo thjesht mjaftonin telefonat për të çfarë ftesë? Them drejt, momentet e para janë kështu ndjesi që nuk din se si të reagosh, isha totalisht i mpim nga emocionet, nga ajo ndjesia, po u kontaktova nga stafi, dhe them drejt në ato ishin momentet, po them nga më të bukurat në jetën time. Të gjithëve na vjen mirë që një prodhim i kampionatit shqiptar grumbullohet kombëtare. Më herët kemi parë edhe lojtarë si Zeka, Spaiu, të cilët janë thirrur. Ju vini këtu me synime të qarta, domethënë për të mos qenë kalimtar, apo për të rezistuar dhe pse jo të thirrjen dhe ngrumbullimet e tjera? Pa dyshim që kam ardhur për mos qenë kalimtar, shpresoj që rrugtimi im të jetë sa më i gjatë në kombëtare dhe kam ardhur këtu me besimin që do bëj më të mirën dhe që do shtoj cilëtetin e ekipit kombëtar. Shoh vini nga një dëmtim i rënd, mund të themi, keni qëndruar për javë apo muaj jashtë saj. Sa gati jeni për një përballje tashmë me kombëtaren? Dhe pyetja e dytë, se si është pritur nga shokët e Lodz thirrja juaj nga Kuqezinë? Viti i kaluar ishte, po të them, viti më i vështirë në karrierën time si futbollist pas dëmtimit që pata, po që u rikuperova shumë mirë dhe shumë shpejt, tash ndihem 100% gati, jam shumë mirë fizikisht, kam luajt pothuajse të gjitha ndeshjet të plota me ekipin dhe jam 100% gati. Nga shokët e ekipit u prit shumë mirë, me thënë drejtën, sepse nga që është edhe hera ime e parë, kishte një entuziazëm gjithashtu edhe në ekip, gjithë murun, gjithë ishin aty për të më dhënë mbështetje dhe për të festuar bashkë.